Përshëndetje, 6 marsi është dita kundra bullizmit dhe kundra dhunës. Kështu që adeja se kërkuan të shkolla që ne të bënim një vizatim ose një shkrim me një akt mirësie që e kishim bërë vetë ose e kishim parë diku tjetër dhe në kishte prekur. Ne na kujtua që kishim mbjell si familje disa bim, kështu që akti jonë i mirësisë ishte për natyrën. Ideja ishte të jep një mesazh se sa e rëndësishme është natyra në jetën tonë. Vajtë morëm kartonin edhe gjyrusit dhe përveshëm mengët dhe ju futëm punës. Sigurisht vizatimin e mora unë për sipër se gjoja kam çik më shumë talent, kurse shkrimin ja le gjithmonë Kesi se shkrimi im është si kem të dhis dhe nuk ka shans që të bëj un shkrim. Për ta ngjyrosur e mori po për sipër Kesi se e relakson kjo gjë dhe i pëlqen. Dhe ky ishte rezultati. Në shkollë na thanë që ishte njëna më të bukrat, kështu që jemi shumë të kënaqur me rezultatin. Na thuaj nëse ju pëlqen dhe juve. Mirupafshim.